këto ulse. A e dini ju që Milla Radojčić me qeverin Kurti është i përndjekur prej Interpolit, është i përndjekur prej Kosovës, e natyrisht edhe ai shans nuk ka të kthehet në Kosovë. Asnjëherë më, vetëm duar lidhur. Tash, kur po folni për këto bashkëpunime, më lejoni t'ju rikujtoj memorien pak. Time, pjesa e qeverisë cilën ke qenë ti, ka qëndru këtu në kuvend 7 orë, e ka prit listën sërbe me ardhë prej Beogradit, me t'i jep votat që Ramush Haradinaj mu bo kryeministër. Atë kujtohet se ki votu në orët e vonat shtatorit vitit 2017 për me ardhë Vučići me ta leju Ramushi mu bo kryeministër. Po kjo s'ka ndodhë me kryeministrin Kurti, po vjen shumë keq. A ju kujtohet shumë mirë bashkëpunimi e përurimi shtëpis. Ndëgjoni, kjo çka ka dalë dje është fabrikimi plot. Imagjinoni kur dalin fotot e përurimit shtëpis Radojčićit. Imagjinojeni kur dalin dhuratat për fëmijët e Radojčićit. Nga zyrtar e nga udhëhec. Imagjinoni kur dalin kush e ka vizitu e kush ka pas biznese. E juve pju them, votimi në lexim të parë i ligjit për pagën minimale ka ndodhur në maj të vitit 2022. Ju keni dalë jashtë, lista sërbe ka hy brenda. Pyetja e vetme që ju kom bë listë sërbe është pse jeni këtu? Pse jeni këtu? Thanë është për interes për ne. Asnjë bisedë s'ka qenë me listën sërbe për atë ligj. Në 2. Ai ligj është votu në korrekt të vitit 2023 kur ka hyrë në fuqi. As edhe një rritje nuk ju keni bo veteranve sa keni qenë pushtet. 12 vjetë keni qenë pushtet, keni abuzu me atemen, keni marë fitimin maksimal si milionera, veteranët me pagën minimale. Në regula, milionera, e një mirë. A jeni ju mirë milionera? Veteran t'i loj me pagën minimale, e bisedojmë ato, hiq pa problem. Milionat kur jeni shku me i bisedu me kryetarët e listës sërbe në veri, me kompanit e zyrtarëve t'juj, e deputetëve t'juj, kur jeni shku me i marrë me përmbarim, çfarë gjuhë keni bisedu? Një kompani në pronësi, Lirikzoni, e deputetit juj, Zotit Haxhiu, ku është mbi 2 milion euro të tërheq me pare drejt për drejta të punëve në veri. Çka pju mërmendja juve, apo kujtoni që këto vetë si fakte munden mu gjujt në altë e poshtë? Lista sërbe nuk ka as edhe një indikim të vetëm në kuvendin e Kosovës prej qershorit vitit 2022. Ajo bisedje është tërësisht e fabrikume. Sot është rastin polici, edhe do të vazhdoj tjetë në polici, do të kërkojmë super ekspertiz, e atëherve që ju duheni mu përgjigj për një gjë. Ju duheni mu përgjigj se si është e mundun që koordinimi për këto materiale po bëhet përmes zyrtarëve t'juj. Kur del ky informacion, atëherë hajdeni i kërkoni llogari prej tjetër kujt. Me listën sërbe, me votu qeverin, edhe mos me pas mundësi me shkarku, po tash doni me kriju diku incizime që doni me thonë se kjo qeveri shkon shpe. Fatkeqësia ju është që veç po e arritni kredibilitetin qeveris edhe mundësis përfitore tjetër të pakontestueshme. Ajo që keni të provu me bo, linqimi, sulmet e ulta, ato kanë me shku bashkë me ju, që ashtu që keni me shku me zgjedhjet e 9 shkurtit. Se asë një mundësi tjetër nuk e keni me bo. Edhe gjithashtu, veç edhe një informat, kush po mundohet me ja pastru personalitetin Radojčićit dhe Simiqit të gabumet humbun jeni. Fatkeqësia që Slavko Simiq në televizione nacionale në prime time jepet mundësia dhe argumentet e ti miren më të forta se deputetës kuvendit Kosovës, edhe mundësis që i kemi këtu për me diskutu e debatu është e tërpshme. Po gjithsesi unë e kuptoj, për arsye se më pare të mdhaja më pyetje, e ju e dini sa, se cili për jush e dini sa, cilat pare e në aty folë që tash aktualisht, që qoftë në studio televizive përmes atyne analistëve, apo përmes bizneseve t'juja shumë për vjen keq. Lidhja demokratike. Ju mundeni mos me vetu asgjë, krejt është çështje juja, absolutisht jo. Veç fatkeqësisht po tregoni që pa listën sërbes më mundeni me funksionu jo na. Lidhja